Do të vijojmë, si që thashë edhe më herë, tani jemi në InfoKlub edhe do të flasim për lajme shumë interesante të cilat na sjellin shembuj tepër pozitiv. Jam si çdo mëngjes tjetër me kolegen Adelina Onuzi. Mirëmëngjes Adelina, mirë se erdhe. E di që vjen me informacione shumë interesante mëngjesin e sotëm edhe me zor po pres që ti thuash për të gjithë ne. Mirëmëngjes Viola, mirë se të gjeje në të njëjtën kohë dhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Her pas here flasim për sekrete. Flasim për sekretin e jetëgjatësisë dhe do doja të dija nëse ke një farë këndvështrimi në këtë rast ose mendon që a ka diçka që mund na bëjë të jetojmë të përjetshëm, se ne kemi parë në rrjetet sociale një shëndetshëm, të shkojmë nga pas shëndetin mbi të gjitha, pra për çdo problematik qoftë edhe të vogël, të kontaktojmë mjekun, të bëjmë një konsult, të kemi aktivitet fizik, gjithçka që përfshin një jetesë së shëndetshme, mendoj që është sekreti i jetëgjatësisë, që nga ushqimi tek ushtrimet, gjumi e shumë aspekte të tjera, të cilat në epokën në të cilën ne jetojmë janë pak të frekuentuar. Dhe në fakt është ky këndvështrimi i dur që duhet kemi, se siç po thoja, në rrjetet sociale apo kudo tjetër edhe në biseda mes miq, ka njerëz që mund të thonë që është diçka e zakontë për shembull, apo mund të jetë një ushqim specifik, apo ndoshta edhe ndonjë ilaç specifik që të bën të jetosh dhe të kesh jetëgjatësi kështu. Por është pikërisht jetesa e shëndetshme, ai sukses që edhe ajo çfarë të bën ty të jetosh për shumë vite. Ky rast ka qenë në Japoni, duke u njohur kështu si një nga vendet më të shëndetshme, që kanë rregullat më strikte nëse flasim për mbarvajtjen e jetës në tërësi, për gjithçka që bëjnë qoftë nga aktiviteti fizik, qoftë nga rregullat për gjumin, qoftë nga ushqimet dhe gjithçka që frekuentojnë ata, tashmë kanë arritur në një shifër që të bën habije në të njëjtën kohë të frymëzon mbi atë çfarë përfaqëson. Në Japoni ka arritur një numër prej 95.000 njerëzish që janë mbi moshën 100 vjeçare. E kemi parë që për shumë vende të ndryshme është e vështirë ndoshta dhe e pazakontë të gjesh një numër të konsiderueshëm dhe të pakt në vetvete për ata që janë mbi moshën 100 vjeçare dhe tregohet si një histori e ndryshe nga të gjithë të tjerat, ndërkohë ata janë 95.000 njerëz që janë mbi 100 vjeç. Dhe kjo tregon konkretisht të gjitha masat e rrepta që ata kanë për shëndetin, sepse në fillim nëse ne mund të dëgjojmë historitë e tyre, të bën përshtypje dhe të bën habi si ka mundësi që ata kanë rregulla kaq strikte, ku do i çojnë këto rregulla strikte, se ne për shembull në si anekdotë edhe si fjalë me njëri tjetrin, edhe her pas here e themi që se një jetë kemi edhe këtë do kalojmë. Dhe njerëzit kanë filluar në fakt të jetojnë shpejt. Të jetojnë shpejt, shumë shpejt në fakt. Qofshin edhe në një farë mënyre të konsideruara abuzime të vogla edhe me shëndetin, me ushqimin edhe gjithçka tjetër. Pikërisht me këtë arsyetim në fakt këtë jetën e shpejt, por megjithatë kemi rastin konkret që ka treguar më së miri. Nëse flasim për një farë përqindje dhe nëse i ndajmë kështu edhe në aspektin nëse janë më shumë gra, po burra janë 88% gra në të gjithë të numrin e madh të atyre që kanë arritur të kalojnë moshën 100 vjeçare, dhe këtë e thonë edhe për shkak të kujdesit më të shtuar që kanë në vetvete gratë për të pasur atë ndikimin dhe në të njëjtën kohë për të shënuar kështu 100 vjet plus në vetvete. Më bëri shumë përshtypje, doja të ndaja patjetër edhe për të bërë këtë thirrje në fakt që është jetesa e shëndetshme që na ndihmon edhe na ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse nuk mund të ketë një sekret konkret. Pra, nuk është se mund të pish ilaçin e përjetësisë edhe këto gjithçka që mund të atashohet në vetvete, se kemi parë që edhe në reklama të shumta mund të jetë një ilaç në farmaci për shembull që mund të rinovojë, por nuk mund të japë jetëgjatësinë e të çojë mbi 100 vjeç. Në këtë rast, sipas eksperiencës së japonezëve, ka qenë jetesa e shëndetshme, gjumi i mirë, ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti fizik, paqja mendore shumë e rëndësishme që e kanë bërë ata të kalojnë kaq shumë vite në të njëjtën kohë të kalojnë ashtu siç duhet, të jetojnë. Në mos gaboj, Japonia tani kohët e fundit po përdor edhe një praktikë shumë interesante, pra gratë në Japoni në mos qofsha e gabuar, duke vendosur për të mbrojtur nga dielli, në vend të SPF-s që ne vendosin kremrave të diellit, vendosin lulet e lotusit në fytyrë. Asnjë kimikat, asnjë që praktikë shumë e mirë për të bërë edhe pa shpenzuar shumë para. Ata mbase nuk i dallon për shembull një grua që mund të jetë tek në një moshë mbase më e thyer, nuk arrin ta kuptosh për shkak të kujdesit natyral që kanë pasur përgjatë gjithë kohës. Dhe duket se ky është sekreti, të lidhemi pak më shumë. Tani që morëm vesh, do shkojmë tek një shembull tjetër shumë pozitiv, Adelina, këtë herë ka të bëjë me strehimin. Dhe po flasim konkretisht për Finlandën, e cila e ka ulur në mënyrë drastike mungesën e strehimit nëpërmjet modelit të saj tepër inovativ dhe të vënë në praktikë gjatë viteve të fundit, që është Housing First, i cili është lançuar
në vitin 2008. Ofron apartamente të përhershme dhe mbështetje të personalizuar për secilin person i cili ka probleme me strehimin, është i pastre po e them, ka probleme me ndonjë varësi të mundshme dhe kështu arrin në të njëjtën kohë të rehabilitoj dhe t'i bëj këta njerëz që në të nesërmen të jenë gatshëm për tregun e punës. Se mos harrojmë që mungesa e strehimit, sikur se kemi parë edhe në vendet tepër të fuqishme, siç është edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në nivele të frikshme dhe shtrëngëzisht edhe tek moshat e reja. Dhe kjo ka qenë një nga praktikat më të mira që është bërë dhe është ndjekur në Finland, ka parakushte të tilla si të treguarit i matur, pra të jap një stret, të jap një pronë për ta përdorur dhe për të qëndruar aty, por duhet patjetër që të tregohesh i matur dhe të respektosh të gjitha rregullat, të vetë ofrohesh për të punuar në rast se të jepet një mundësi e tillë dhe kjo ka ndikuar tek ulja e mungesës së strehimit nga 18.000 në vitet 1980 në rreth 3.600 deri në vitin 2023. Pra, afërsisht 0.07 e popullsisë së Finlandës është e pastre, sepse pjesa tjetër, të gjitha ata që kanë pasur probleme të këtij lloji, kanë pasur mundësi të japin edhe zgjidhje. Shumica janë përkohësisht të pastre, flen në rrugë, thuajse të zhdukur një pjesë e madhe dhe qasja është një mundësi shumë e mirë për t'i ofruar këtyre njerëzve një mundësi të re, për të rifilluar jetën edhe një herë nga e para. Kështu që kjo është për të përgëzuar, mbase jo çdo shtet do të mund ta bënte, sepse padyshim është edhe shumë e kushtueshme, por që në fund të ditës duhet mendoj çdo shtet për shoqërinë e tij për ta zhvilluar pak. Siç është edhe detyra e vet, në fakt. Po duket sikur ditën e sotme në fakt e kemi nisur shumë pozitivisht me të gjitha shembujt edhe rastet më të mira që mund të ndahen, mund të tregojnë me njëri tjetrin, do doja të vazhdoja në këtë linjë sepse kemi parë që vit pas viti apo her pas here bëhen në vetvete disa konkurse që mund të jenë mes vendeve me njëri tjetrin. Në këtë rast, për të pasur titullin ndoshta e qytetit më të jetueshëm edhe më të përshtatshëm për fëmijët, për familjarët e për çdo tjetër. Kur flasim për vende të tilla, mund të jenë të shumta ata që na vinë në mendje, ndoshta edhe preferencial dhe ajo çfarë ne na pëlqen, qoftë nga edhe pasuria kulturore apo qoftë edhe nga ajo çfarë ofron në të njëjtën kohë mundësitë. Po kryesisht kur flasim për të jetuarit, mundësitë janë ato që na bëjnë më shumë përshtypje. Dhe në këtë rast, i zgjedhuri nga shumë vende të tjera të ndryshme ka qenë konkretisht Parisi, që ka arritur të rrëmbej vëmendjen edhe të marrë këtë titull kaq të veçantë që konsiderohet si një nga vendet më të përshtatshme për të jetuar. Dhe kur flasim arsyet pse e çojnë edhe pse bëjnë Parisi një nga vendet më të përshtatshëm për të jetuar, është qoftë nga infrastruktura së pari, më pas për të kaluar edhe tek detajet e tjera që e ndihmojnë edhe ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse e kemi parë që her pas here ata kanë folur edhe kanë treguar vazhdimisht për atë çfarë përfaqësojnë, qoftë nga kultura, qoftë nga kuzhina tradicionale e Parisit e Francës në vetvete, po konkretisht të Parisit, kështu që janë të gjitha faktorët që e bëjnë një vend të lakmueshëm për të shkuar, për të vizituar si turist, por sidomos për të jetuar mirëfilltazi. E në të njëjtën kohë me që themi për fëmijët edhe arsimimi e dim fare mirë se sa i rëndësishëm është dhe në të njëjtën kohë se si funksionon në Paris në vetvete. Kemi parë shumë studentë që kanë vendosur të shkojnë edhe të studiojnë konkretisht atje, kështu që për të gjitha arsyet e lart përmendura bëhet Parisi si një nga vendet më të sigurt, më të duhur për të shkuar dhe për të jetuar. Dhe unë mendoj që nuk do kishte njerëz që do refuzonin një jetë në Paris si më të përshtatshme, qoftë edhe për arsyet që po thonim turistike që mund na pëlqejnë për të shkuar edhe për ta parë, por sidomos për ato çfarë po thonim për jetë gjatësinë, që të falë që të kthehemi më pas tek Infoklubi i parë për shembull, që të jetojmë më shumë se sa 100 vjet nëse kemi të gjitha këto kushtet e tjera të mira. Ja vleti sakrifica që në fakt Gustave Eiffel bëri për të ngritur kullën e Eiffel, kështu që me sa duket Parisi do të vijojë të jetë një nga vendet më të vizituara, po ka pastaj edhe elemente të tjerë që Adelina i përmendi që e bëjnë padyshim një nga qytetet më të mira, sidomos për fëmijët, kështu që nëse keni plane për t'i bërë dhuratë fëmijës, çojeni, dërgojeni në Paris, pse jo.